Okej, miq, kam mbritur bardhëzia, ka nisur bardhëzia, bota juaj ishte bardhëzi, po sapo u bë me ngjyra plot. Dhe ti gëzoni ato gjini, ta gëzoni me qëra fjala dhe tritoli në fark. U trondit farka sot. Deri diku, jo krejtësisht. Deri diku, por ne do të kalojmë ke rubrika jone parë, pse? Po. Që mua më pëlqen shumë dhe publiku e do shumë. Po, e do. Pozicionohemi. Po. Çfarë bëjnë burrat pas seksit? 5% e tyre pinë ai dohon. 15% kthehen krahun tjetër. Kurse 80% ja fusin vrapit se i pret gruaja në shtëpi. Kështu ja fut vrapi dhe ti? Jo, unë jam te ai që kthen kurizin. Mirë, po më thuaj një gjë tjetër tani. Mosha më e mirë për tu martuar, kush është? 70, 90 vjeç? Apo 80? Jo, 80, sepse vuan pak dhe vdes rehat. Po, zbojt e në rregull. Fjala e burrit është ligj. Kurse fjala e gruas është ndryshimi i ligjit, na vjen keq. Alo, policia? Më ka hyrë një mace në shtëpi? Të lutem ejdeni, sa më parë? Më falni, çfarë that? Hajdeni, desha të thoja. Çfarë that zonjë se nuk ju kuptuam? Duan ndihmën tuaj, alo, policia, të lutem, hajdeni sa më parë. Ka hyrë një mace në shtëpinë time. Ore, mos doni të thoshit hajduti, qa mace? Jo, një mace që bën miau miau, do më vras. Po, kush po merr telefon kështu? Unë jam papagalli. Qa duket se po më bie infarkt? Të lutem lajmëroj policin. Qa kes ndihesh mirë? Ambulancë! Po s'kam bateri fare në telefon, ma jem që telefonin të lutem. Lere se u bëra mirë. Pse? Qa ka i telefoni hot? Qa ka? Lere se jam më mirë tani. Okej. E këti e di, e kuptova që e këti. Artan, qetësohu Artan. E di që ke pirë gjithë natën dje. E di që s'ke fjetur gjumë. E di që të dridhen duart. Por mos u mërzit, ti doja dalësh. Doktor, nuk jam Artani unë. E di, Artani jam vetë. Mos vëri qeshmja me kohë. Doktor, të lutem, më thuaj se po vdes nga kurioziteti, si dolën analizat e mia? Se mos vetëm nga kurioziteti? Ua, seriozisht e këti ma? Ua, seriozisht. Cinizmin kun. Edicion, i jashtëzakon shumë i lajmeve. Plasi tretoli prap? Jo! Po qarë? Një buri ratofikët kur dëgjoj këto fjalë nga gruaja. Më falë, ke shumë të dhe. Do të në njerë dhe kështu, e kupton? Edicion i jashtëzakonshëm. Tritoli s'vlen para kësaj. Ore, a është e vërtet që të la gruaja djetë? Po e vërtet është. Më lanë pizzeri, më lanë. Kush e di si e ke marë? Me 4 djathra e mora. Qa më me 4 djathra? Sa është mundësia që ne të dy të bëjmë dashuri? 0, po 0 këshu, 0. Dëgjove dhe ti keli, 0. Po sikur të them që ky Ferrari këtu mbrapa është imi? 100%. Pas ka pasur të drejt koncesionari që ma shiti, kur më tha që Ferrari shkon nga 0 në 100 për 2 sekonda. Ashtu, po e ke tëndin, apo e ke marrë me ua? Okej, kjo ishte ajo rubrika që ne duam shumë, sepse me qënë e doni dhe ju, nuk është se duam vetëm ne. Natyrisht, e duan shumë dhe YouTube satan, si po shkon kanali jonë në YouTube, si po shkon Bardhëzia në YouTube. Nga 1 u bën 2.6. Wow! Milion shikime. Po sa do të bëhen tani, sepse vjen Adela me mos i beso çdo gjëje që dëgjon dhe lexon. Mirë mbrëma. Hajde Adele dashur. Hajde mantra. Faleminderit. Por o si A mund të them një gjë? Shtrëngoj fort tavolinën, kështu që s'po lëviz. Si ta... Mos e shtrëngo fort. Montohu aty tha? Montohu, tha. Përqendrohu një sekond. Mos e shtrëngo fort se mos na rrezonu i lajtiza. Jo. Po ku bje lajtiza, po edhe të bjerë lajtiza... Lajtiza
e vetëm një vend ku mund të bjerë lajthiza është në barkun tënd. Rruk, ose edhe këto pjetë mrekullueshme, se edhe këto rozea ime nuk e ndron asnjë. Nuk e di fare, domethënë, por edhe të ftuarit ton do të një super e ftuar pas pak preferoj rozen nga lajthiza. Po. Kështu që kudo të bjerë, do ishte rënje e lezetshme gjithsesi. Po, do ishte shumë ironi. Po si, ma keni kaluar javën, ju kanë mashtruar. Po mirë, po presim fundjavën, të themi të drejtën. Dhe si e premte që është... Se këto lajme tona janë më të rëndësishme sa ato të botës. Ashtu, E dëgjove Tritolin sot me qëra fjala? Apo nuk isha ande nga zona Farkës? Nuk isha ande nga zona Farkës, për fatë mirë. Nuk je farkar, do me të nga grupi i Farkës. Se kështu quhen ata, banor të rëndësishëm, populli Farkës? Po, absolutisht. Farkista. Këtu, sikur bie Tritol çdo ditë, as Tritoli s'na bë më përshtypje. Po, është e vërtet. Plus, në jetën tonë bjen Tritole të tjerë. Bëj shaka, na thuaj çka ndodhur ande nga bota. Temat e sotme janë nga ato tema për cilat të vlon gjaku. Për ça mendoni ju se ju vlon gjaku zakonisht? Unë ku shoh lek zakonisht më vlon gjaku. Nuk e kisha prit. Ma më vlon Po gjaku. prisja tjetër përgjigje nga Ornela, të tipit trafiku, padrejtësit, Adela, si duroj dot. Jo, e ke në kuptimin pozitiv apo negativ, se të vlon gjaku të ngrihen nervat. Si e kishe ti? Se unë kuptimin pozitiv... Ti kisha unë thjesht të jep një lloj reagimi, të vjen kështu nga Po, poshtë. më vjen kur shikoj libra. Më vjen një si kështu. Ashtu, Po si ka Se ke muzikë nuk shënoj biblioteka gjë akoma ti ke tjetër. shtëpia? Kam, E ruan, kam, se do jetë dhe panairi këto ditë edhe do e mbushim. Shumë mirë. Po në fakt lajmet janë për dashurinë, se mua atje më re. Atje më re. Dhe ideja është që sot do testojmë sa të do, sa të duron, po dhe qa fiton. Kush, burri apo gruaja tani? Burri apo gruaja Po tani? tani Shumë e bukur kjo. në rastin tim burri, në rastin e atyre që na ndjekin edhe gratë. Edhe gratë. Ka janë edhe ca gjini të tjera. Edhe gratë. Kështu që pa humbur Ato nuk i kohë. njohim ne. Po, për momentin, sa hyrë ligjin fuqi, flisni. Për momentin ne mos latrohemi, qëndrojmë te këto tonat. Nisi me lajmin e parë, me një deklaratë që ka thënë super bomba Sofia Vergara. Kusha ylli bukur latino? Wow, latin, yll. Një latine seksi kabonona, që është shkëlqen, me thënë. Super. Është edhe një tjetër, janë dy. Kush është kjo mo, Po Erion? është një që loste Spanglish. E mban vetëm për vete, thotë e ka sekret. Atëherë, Sofia Vergara ka deklaruar në një intervistë se nuk del fare me burra që kanë më pak lek se ajo. Pra që fitojnë më pak lek se ajo, ndryshe do ishte maks. Mire ka, sepse i bie që faturën të paguj vetëm ajo. Qarë tham javën e kaluar? Dashuria falas me faturë? Jo, s'ka lidhje vetëm me dashurinë, kjo s'ka lidhje vetëm me faturën. Faturën mund ta paguaj dali, por ideja është ai prap duhet të ketë shumë më shumë se sa ajo. Pra ti nuk... E ka vendosur në një cak ajo sa më shumë duhet ketë për shumë? E ka vendosur, sepse le të themi vlera e Sofia Vergarës në treg, në mos gaboj është mbi $180 milion. 180 milion dollar, Po mirë ku e di ajo që ata që kanë 250 milion janë macho. Ndoshta ajo kërkon duhet dy fishi thotë, duhet dy fishi. Duhet më sipër se ajo, pra tjetë nga 180 e sipër. Ndoshta kërkon ndonjë inventar ajo, pra kur shkon në takim duhet me ditë me ardhë në llogari bankare, të tregosh sa zero ke nga brapa. Do me thënë u prish edhe barazia në dashuri tani, u bë punë xhepi. Jo, unë mendoj se është çështje standardi, që ti përshtatesh një standardi në tavolinë, ti natyrisht duhet kesh i çikëll që zemra se me Sofia Vergara nuk u le dot kushdo. Tani, ai që mund të ketë 5.000 lekë ke xhepi nuk u le dot tani. Jo, po ai që ka 5.000 lekë mund ta ngrejë në ajër atë. Me dashurinë e tij. Do me thënë në kuptimin e dashurisë. Në cilin kuptim e kisha ajrin ti? Me zemër, me... Tritol nga brënda, Po. Po, dëgjoj, ideja është edhe për njerëzit e thjesht, nëse normalizojmë edhe shtrojmë në tavolinë. Megjithatë, jo, duke parë nga pikvështrimi i Erionit, jo gjithmonë lekët dëshmojnë në një nivel kulturor. Konkretisht, do doje ti që vajza jote të dilte me dikë që do fitonte dhe do ishte... Do fitonte më pak se ajo? Ja ta them unë si e mendoj, për mua rëndësi ka të më doj vajzën ose djalin. E këton po të do, e dashuron, nuk e doj që ta doj për lekët, po do ta doj për... Të lutem, Erion, në rastin e meshkujve, se në fakt është hipokrizi, në rastin e meshkujve keni dhe ju ato kërkesa dhe filtra tuaj, thjesht nuk lidhen me zerot në llogaritë bankare, po lidhen me përmasat të tjera. Po, e kuptoj, po, e përmasat... Nuk të pranon njëri fare në shumë se nuk je... E besoni ju që e ka thënë të deklaratë? Unë e besoj dhe e mbështes. Përveç se e besoj dhe e mbështes. Jo, mua më ka shgënjur kjo, se e kam pas qeftë. Ja. Do me dhe kjo më dojgji mua me i fjalë, nuk mund t'jem kandidat. E kuptova, Odiseja me... E humbe mundësim për... Penelopa me kandidatët. Po, gruaja jote, e shef emisionin live apo s'ka? Jo, përfitoj unë në rasti se nuk e shef, e shef vjeri me vjerën.
Sofia Vergara sapo humbi mundësinë për të takuar njëri që mund ta ngrinte në ajër. Më humbi mua, edhe një 3 milion shqiptarë sa janë këta, se edhe jashtë edhe këta të ngrinë në ajër, shqiptarët janë shortë të mdhenjë, të mbajnë ajër, të mbajnë ajër. Tani, lajmi i dytë lidhet me tradhtin që është bërë edhe më falë. A, kjo si se tradhti e para, po, kjo dyta ishte, po. Ishte standart për tradhtuar. Dëgjo, se këto lajme thuan këtu, se në fillim fillojnë komentuesit, jo po i shpikni dhe pastaj bëhen panele në për studio tjera televizive. Po kanë filluar të lajmarin, po është e vërtet. Jo, idea është që ne jemi të para që i marim. Një javë me vones. Po, një javë me vones. Jeni me vones në fazë. Studim, infermierët profesioni që trahton më shumë. Po, tashi, kanë punë të lodhshme. Nga jo, Kanë stres? Po jo, punojnë turni 3, tani shtyhet gjithë nata me shiringa, me serume, me... Si që ajo, djemë si zënata për këto flok të gjata? Për këto flok të gjata, po dhe kemi thënë që tradhtia ndodh pas turnit të dytë. Sidomos, kujdes se jemi në ditë të premte. Dhe në ditë të premte. Dhe ndiqej nga mësuesit, nga punonjësit e IT-s, dhe nga pilotët. Pritjerë se kam burin IT unë. Po punojësit e IT-s me këtë rathojnë, me kompjuterin, me kë? Ndoshta laptopin, ndoshta dhe me laptopin. Jo, me laptopin nuk trahtojnë. Po se dija që kanë qenë të rrezikshëm mësusët. Po mësusët me kë? Unë mësusët i di më të butët. Po pas kanë qenë, po bësi Merionin. Pedagogët? Po jo, jo s'flas, konflikt interesi, nuk flas. Me studentët, qa studentët? Kap ligji, qa Jo. Po me kë përflitet mësusit? Kap kamera. Nuk ka hyrë në detajet të tilla studimi. studimi. Apo mësusi muzikës ta, me mësues fiskulturës, ajo... Po me mësuesit, ose shiko, nuk është e thënë që tradhtia të ndodhej vetëm brenda orarit të punës. Ideja është që ti, duke pasur këtë lloj profesioni, ti ke tendencën që kudo shkon të rrisë shanset për tradhti. Pra ti tradhtin mund ta bësh edhe duke pirë. Po infermierët me këtë tradhtoni me doktorët? Po me doktorët, po rritje niveli, me rritje niveli, me ata që fitojnë më shumë se ato. Po normal. Roze, që ka tu tha? Tu tha Gryka. Po se mu kujtuan tradhtit. Më kujtuan tradhtit vërdall, se vetë kës tradhton. E besoni ju këtë lajmë? Lajmi i tret? E besoni këtë të doktorëve? Unë e besoj, po më shumë... Që trahtojnë ata të IT-s, jo nuk e besoj. Jo, për infermierët. Infermierët janë kryet listës, po unë për infermierët e besoj. Që ata infermierëve do na edhin gjyq. Do na edhin gjyq, pse? Pa ta e bën tradhtin të zbën, ne veç e tham atë që lexuam. Plusi nuk është vetëm për Shqipërinë, ëh? Stam opinionin tonë. Që s'bën në Shqipëri. Janë ata infermierët e tjerë, jo këta tanë. Infermierët këta tanët janë të pafajshëm. Jo të fshatit tonë, ata të tjerë. Dhe vazhdojmë me lajmin e tretë, por dua t'ju theksoj që sot kemi 2 lajme të vërtet. Kështu që kur të thoni atë vendimin në fund, këto 2 të parët i gjeta unë. Me kujdes. Atëherë, lajmi i tretë lidhet me një thoshe them TikToku që është bërë viral gjithandej dhe thuhet se konsumimi i ananasit përmirëson aromën e trupit e femrat, kryesisht sa i përket zonës intime. Jo, po futja me ara kokosi. Që ananasi na grina lekët, kështë disa bënja ananas. Ananasi... është për femrat, jo për meshku, qëti. Po jo e unë... Po femrat me meshku do ju mbaj nërë, kështu qëti. Dhuratat për meshku i ti kanë. Kur të hash ti, mba nërë të mirë, qëti. Qa halli këti? Ti me ndo me pozitivitet? Po, me ndo në perspektiva. Me pozitivitet me ndo, se ta ndona grina lekët. Unë po me ndoja momenti kur hahet qep. Artir. Jo po sardele. Unë votoj për 2 lajmet e para tani. Okej, ti voton për 2 lajmet e para. Unë votoj për 2 lajmet e dyta. Lajmet e dyta? Po 2 dytë para, 2 dytë me. Mesi dhe poshtë. Tan-tan. Unë. Tan-tan, Ornel! Si gjithmonë. Ky i treti... Ke shumë të bakët intuitën për këtë gjëra. Nuk e di pse. Dhe jo pse dhe jo vetëm. Do vetëm se ara kokosit është e gënjeshtë. Se konstatuar tjetër ke Erioni. Dale njerë se na doli një super lajm. Po, Erioni, për shembull, më duket tipikisht nga ata burrat që janë shumë të jetën me një grua. Po, gjithë jetën me një grua që janë shumë të pak në treg. Po, është e vërtet. Kështu që ti duhet të futesh në zonën e pasurive të mbrojtura. është e vërtet edhe kjo. Biles doa pension të posatshëm nga shteti për kështë. Vetëm me një grua. E vështirë është, më vështirë? Jepi qik mësim këtyre burrave, ha? është shumë e vështirë. Është e vështirë.
Përpara se ti iki, dua vetëm të bëj një sqarim të fundit për këtë lajmin e ananasit, se dëgjoj edhe në shoqëri që ua japin këshillat gothave njëra tjetër. Ananasit moja dela që na bëre. Sado që qarkullon në TikTok edhe në rrjetet sociale, nuk ka asnjë studim që e vërteton. Po s'ka si arra kokosit, ju kemi thënë 100 herë. Arra kokosit është on the top. Si Adela jon gjithmonë on the top me lajmet e saj. Faleminderit shumë. Të përshëndesim shumë edhe sloganin tënd që e ke brillant. Pra të po e mprehja gjuhën. Po e brej shpatën, po. Deri të premten tjetër, mos i vësoni çdo gjëje që lexoni. Përshëndesim shumë Adelën dhe falenderojmë për lajmin e saj. Para se të vemi në rubrikën tonë fantastike, që është vëndqa ku të ftuarit ekselent, do të ndizet kjo studio, do të ndizet zjarë, do të bëhet studio. Ishte zjarë, do të bëhet pas pak, po mos ikni. Por që të bëhet më zjarë, duhet të mbani në mend një fjali shumë të rëndësishme. Kafe na nam. Ua, me nam. Kafja nam, është kafe që në nam. është Michel e mrekullueshme me kafe arabike, me gjëra plot. Me qëra fjala, do t'i bëjmë të ftuarve nga një kafe tani se... Do t'i bëjmë nga një nam atyre që kur t'u dali zëri, t'u ikin syt nga vëndi. Direkt në publicitet dhe për pak sekonda jemi këtu.